Dorën zemër, është akselem fundamental, fundamental është, bazik është. Jo vetëm selem. Ende më mirë, se unë e the. Abbas Foniqi, faleminderit që po pajtohesh me mua, besoj po. Se dia pajtohesh me këtë zotrinë, si do ta bëj pyetje. Thot pyetje për Arber Rexha, po thot Albini për qeveri i kemi votat, pse këta numra nuk ju mundsojnë për zgjedhjen e krye parlamentarës zonës Albina Xhiu, inshallah s'ka shku aty ku s'duhet ai telefoni. Se a do thotë se vetë vendosi nuk dëshiron ta zgjedhë zonën Albulin. Nuk mune më barazu ajo me Albin Kurtin. S'ka pyty Beronin, ka pyt mu. Abazit. Një gjo, më saroni një gjo, Albulina Haxhiu, në krejt veprimtarinë e vetë, ka qenë, domethënë, një dekat opozitare, dhe normalisht për një opozitare, nuk mundesh me kërku, ose me thonë një gjykim, objektiv me thonë që kjo nuk ka qenë unifikuse, nuk e ka pasë as qatë detyrë, aden. Edhe dyta, ne kemi vendosë zonjën Haxhiu për dy arsye. Një, kemi dashë kuvendin me kryesu një gru, edhe dy, mbi bazën e legitimitetit, pra si gruan më të votume në të gjitha listat. Okej, pyetje kjo, në rregull. Kam një pyetje epike është për Arbrin. Muzafer Avdili, po them epike për Arbrin, do pajtohet Arbri kur ta dëgjon pyetjet. Të përshëndet Gustrim edhe të nderuar deputet. Për logjikën nuk e di a pajtohesh, ama për elementin do të pëlqen. Muzafer Avdili, Muzafer, të përshëndesim se e di që e kemi shikuar së rregull. Thotë, kjo farë puna thotë Albulinës i bie sikur trajneri i Realit, me i thon trajnerit Barcelonës mos e fut Jamalin në lojë sepse nuk më pëlqen. Bravo. Tash e din qysh, unë vendos për ekipin tim, Artani vendos për ekipin e vetë. Di që është Arbri. Reali, ka drejt ky zotëria me këtë konstatim ose jo? Po ky zotëria duhet me ditë një gjatë që Reali nuk mundet me thonë Barcelonës mos e vendos domosdoshmë një lojtar kundra në fushë. Pse ka ditur ta bëj kështu historikisht Reali me Luis Figo në me do të tjerë, po. E ka ditë me bëj këto, a? Ka ditë me bëj. Si jam ka marrë lojtar do të me Liverpool, nuk e di ato. A ka drejt Muzaferi ose jo? Po ka drejt, dëgjoj se si parti fituese ki drejt me propozu. Po nuk mundesh me obligu kërkon me të votu. Për me obligu na i kon, dush më ullë, më bo njeri mirë, më bo burri mirë, më afru, me fol pak më amel, me bo një marrëveshje politike, me bo dialog, me bo kompromis, edhe ma dhe e voton. Kretë debati ke në shumë objektiv edhe u mundu me debatu pra sa dim sigurisht të dytë. Po një gjabet, unë e di që ti edhin. Jo vetëm ti, po shumë deputet cilët janë zgjedhur për votës, votës qytetare. Kur po thu, ka të drejt me propozu. A thu ata gjyqtarë, veç më lejo bret lutem, ata gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, kur e kanë thonë qëta, a e kanë thonë këta, tash e vjen turko. Në frymën e kushtetutës, kjo nënkupton që ti duhet me votu o deputet i kuvendit të Kosovës. Kur ti propozon një famre, kur ti propozon. Ajo që ka frymën e kushtetutarë, shkon në frymën e kushtetutarë. Tash çka i bjen? Unë e thjesova aq ky thash esenciale. Unë po them që konstituimi i kuvendit, rrjedhimisht zgjedhja e kryetarës, nën kryetarëve të kuvendit, është akt solemn, çështu të thotë gjykata kushtetuese. Shumë mirë që është, e kalojmë këtë fazë, votojmë edhe nuk e pengojmë Kosovën. Pa negociata, pa marrëveshje politike, pa kompromis. Ama ka dhënë çfarë drejt gjykata kushtetuese, pse s'u respekton. S'ki numra more? Që s'kam numra. S'ki numra. Unë kam pas edhe një deputet më shumë se ti, çfarë të drejt ma ka dhënë gjykata kushtetuese. Jo, sa ka dhënë. Ma ka dhënë. Ta ka dhënë me propozu. Me propozu burr. Po ai këtë se ka thonë me propozu, ai ta ka thonë me propozu në kuptimin e asaj që ti duhet me votu. Në kushtetuese, ajo të ka thonë me propozu, propozo. Si ke numrat, ndro, të e edhe ambasadorin gjerman që kemi me këburë pjesën e dytë, dojë pjesën e parë, prej qeverisë, unë nuk prestimi a dhënë votën Albin Kurtit në qeveri. Okej, Skënder Abdyli po pyet, edhe pak, Artan Albert e fundit, Skënder Abdyli po pyet, që unë po të japi votën. Ai gatshëm shkon në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Ai gatshëm shkon në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Na jemi të gatshëm, sepse edhe mati kanë treguar që e vetmja parti që ka rritën. Mati e kam parë që dyjat keni dalë mirë. Po, kështu që po, dëgjon, unë besoj se do të merrni vesh për zgjedhjen nëse s'mund të merrni vesh. Po, dëgjoj, qytetar, na kemi çast shumë sfida bre.
Po, për përgjigje taj, ta e përgjigje dhe non.